Mostra njëra ishte krejtësisht normale, pra nuk ishte një problematik në këtë drejtim, kurse mostra tjetër tregoi një sasi 266 mikrogram për kile bukë. Po flasim për këtë bukën e quajtur masive, na ka met ky termi neve. Fund fare kjo llogaritet për kilogram peshë të bukës, pra 266 mikrogram. Tash ti kush është çështja? Neve kemi një ekspozim ditor, gjithë njerëzit kanë një ekspozim që e tolerojnë ndaj arsenikut në këtë fjalë, në këtë moment. Por është më e ulët. Është një nivel shumë e ulët. Për smundje nga më të ndryshmet ka nivele të ndryshme. Për shembull, nga ana shëndetësore, ai që është niveli që neve mund të tolerojmë për smundje të ndryshme, pranohet që është nga 0.6 mikrogram për kilogram peshë trupore deri në 8 mikrogram. Që ta bëjmë më të thjeshtë, nëse un jam për shembull peshoj 100 kg, marr rastin një person që peshon 100 kg, 0.6 mikrogram do të thotë që ai mund të marrë maksimumi 60 mikrogram në ditë. Maksimumi një person që është 100 kg. Po një fëmijë që është 20 kg është 1/5 aksajt. Që do të thotë duhet të jetë diku 12 mikrogram. Tash kjo pas ka 266 mikrogram për kilogram. E kuptoni sa duhet hajt tash ky personi që peshon maksimumi 150-200 gram mund të hajë gjithsej. Pse? Se arseniku nuk është vetëm ke buka, është në zonat edhe në mjet produkte, po tjetër mund të jetë në ujë, mund të jetë në produkte të tjera, në fruta, në perime, oriz, siç e tham pak më parë. Dhe ti do bër dozën kumulative, që do të thotë absolutisht është një ne helmohemi dhe se kuptojmë nga kujdesshme. Jo vetëm kjo, ka shumë elemente, po ti kap me radhën pastaj. Prandaj ku uja duhet ta shofi. Duhet ta shofi në bukë, po duhet ta shofi edhe në çdo produkt tjetër. Dhe të vendosi nivelet e veta.